Albin Kurti për fjalën e tij. Shkëlqësia juaj, zonja Vjosa Osmani Sadriu, President e Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Baran Begaj, President e Republikës Shqipërisë, e nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, zonja Albulena Agjiu, e nderuar Basarifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Legjislaturës së 10, zëvendës kryeministër dhe ministrat të qeverisë, të nderuar ambasador dhe miq të tjerë ndërkombëtar, të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të UÇK-s, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit, klerik fetar, të dashur qytetar të Republikës, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, 18 vjet më parë, data e sotme ju shtua kalendarit ton kombëtar. Krahas 2 marsit të Kuvendit të Lezhës, 5, 6 e 7 marsit të betejës heroike të familjes Jashari, 19 marsit të demonstratave studentëve, 10 qershorit të lidhjes Prizrenit, 12 qershorit të çlirimit të Kosovës, 2 korrikut të deklaratës kushtetuese, 7 shtatorit të kushtetutës Kaçanikut, 22 nëntorit të Kongresit të Alfabetit dhe 28 nëntorit ditës së flamurit. Kjo sepse me 17 shkurt, me shpalljen e pavarësisë Republikës sonë, u arrit një shkallë tjetër e lartë në përfaqësimin ton në Ballkan dhe në Evropë. Dita e sotme është ditë për kujtimi për të gjithë ata burra, gra e fëmijë që flijuan shumë çka e gjithçka për Republikën e Kosovës. Aktivistët e luftëtarët që u përpoqën për jetësimin e Republikës, së paku që nga viti 1968 e këtej, ndoshta nuk kanë pasur të gjithë të njëjtin përftyrim e vizion se si do të ishte Republika, por ata kishin të njëjtën dëshirë për liri. Republika në radhë të parë është institucion i lirisë, shprehje e sovranitetit, mjet për zhvillim. Prandaj, kur vjen fjala te Republika dhe sovraniteti, ne nuk mund të lëshojmë pe, sepse nuk bëjmë dot kompromis me lirinë dhe me zhvillimin. Ne i kujtojmë përftyrimet dhe vizionet e parealizuara të aktivistëve dhe të luftëtarëve që e kanë dëshiruar Republikën, sepse pas sakrificën e tyre nuk do ta kishim shtetin ton dhe mua to na frymëzojnë e na orientojnë për ta forcuar edhe më shumë atë. Ne kujtojmë sot qëndresën paqësore të viteve 1990 dhe ne kujtojmë sot ushtrinë shqiptare të Kosovës. Ne përkulemi me nderim para dëshmorëve dhe përpiqemi që ta ruajmë dhe ta lartësojmë Republikën tonë edhe në emrin e tyre.